Stoku i dosjeve në gjykata të cilat presin trajtimin ka arritur në më shumë se 150.000 çështje në pritje, ndërsa prej ditësh po diskutohet hartimi dhe miratimi një harte të re gjyqësore. Ekspertët japin edhe versione se si harta e re mund të rrisë cilësinë e shërbimit për qytetarët. Kjo hartë sot na sjell ne në një fazë të dytë të reformës në drejtësi. Të gjitha ndryshimet që pritet të vinë me kodin e ri penal, me ndryshime në kodin e procedurës penale, të shikohen të gjitha të plota integrale dhe jo të copëzuara. Lidhur me mundësinë e rishikimit, mendoj që duhen mbajtur në konsiderat të gjithë ato standardet e Komisionit Evropian për Eficiencën në Drejtësi të SEPEZ-it që lidhet me ngarkesën, me aksesin, me performancën, me automatizimin, me kriminalitetin në zona të caktuara. Çdo rishikim i ardhshëm i hartës gjyqësore duhet mbështetet në treguesit e prokurorisë, ku në mënyrë të veçantë duhet mbahen në konsiderat ngarkesa për prokuror faktik, backlogu, kozgjatja e mesatare, verifikimeve dhe procedimeve, si dhe pjesa e kapaciteteve infrastrukturore dhe ndikimit territorial mbi aksesin në drejtësi. Tre janë shtyllat kryesore të nevojës: infrastrukturë, përmendën edhe nevojën e infrastrukturës fizike. Ka nevojë për infrastrukturë ligjore, ka nevojë për infrastrukturë teknologjike, infrastrukturë e burimeve njerëzore. Piku i sistemit në lidhje me çështjet ende të pagjykuara do të jetë 2027. Ndërsa partnerët ndërkombëtar vijojnë të mbështesin Shqipërinë, pasi drejtësia është rruga drejt Bashkimit Evropian. Sistemi gjyqësor duhet të jetë efikas dhe i aksesueshëm. Reforma në drejtësi për ne është dhe do të vijojë të jetë themeli i rrugtimit të Shqipërisë në BE. Çështja e stokut të dosjeve ka arritur në nivele alarmante dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme dhe zgjidhje të qëndrueshme. Këto deklarata u bën gjatë një takimi të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ku u sollën edhe të dhëna mbi situatën në institucionet e drejtësisë. Duke pas parasysh që